Përshëndetje për të gjithë, përfaqësisht për ju do gjëna em, si dhe stafin tuaj të mrekullueshëm, për ftesën dhe mikpritjen tuaj në këtë ditë të veçantë për ne. 1 qershorin, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Është nderë dhe kënaqësi e madhe për ne të jemi pjesë e këtij emisioni, duke sjellur pa nga gëzimi dhe energjia jonë në këtë festë e cila i përkushtohet pikërisht fëmijëve. Në emër të gjithë nxënësve, një falënderim të veçantë kemi edhe për mësuesën tonë të dashur, e cila me dashuri, punë të palosshme dhe për kushtim të vazhdueshëm është kujdesur për ne deri në detajin më të vogël. Gëzuar festa e fëmijëve, ne jemi sot me ëndra të mëdha dhe nesër me plot shpresa për vendin tonë. Sa bukur! Doar trocitja është tonë për juve. Faleminderit shumë si Angel, zonja dhe zotri, sa të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juajën në Odeon mirëmbrëma na en. Qa ishte kjo mrekullisht atë të ditë tonë dhe? E jashtë zakonshme. Mirëmbrëma Mirie, mirëmbrëma të gjithë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, e nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, ja ku jemi këtu në shefin e fjallës e mire, këngës e bukur, këtu në Odeon në Radio Televizioni 21. Jemi absolutisht në mbrëmjen e një ditë të bukur që do të vijë nesër, sigurisht e që është dita e fëmijëve 1 qershori. Andaj, kjo mrekulli e ardhmërisë sonë, kjo dritë e ardhmërisë sonë e hapi këtë spektakël me valsin e famshëm botëror që shënon ditën e fëmijëve. Urime të gjithve, do të kemi shumë qka të bukur sonte, po kaq bukur, po kaq mrekullisht, po me ngjyrat e Republikës Kosovës, që e kishim ndërruar 3000 vjet, e hapëm sonte këtë spektakël me fëmijët që na vinë nga një shkollë që mban emër klasik në kuptimin më të mirë të fjalës, që mban emër të bukur, që mban emër kombëtar, Mihail Grameno, fush në kohë. E jemi këtu me spektatorin në salë, telespektatorin që në ndjekë gjithandej, dhe jemi në një skenografi tër glamur, kur shohim këtë, shohim dorën tonë, shohim kompani tona, njerëzit tanë, kreativitetin, inventivitetin e njerëzve tanë, dhe me pa tjetër që do t'i falenderojmë nga zemra, gjithmonë sponsorët tanë. Mirje, do të kemi shumë qka sonte, do të kemi gjëra të bukura, do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi humor, këngë, e shumë qka të bukur, në mënyrë që edhe këtë vikend ta kalojmë sa më mirë, bilet pas krejt tyre zvarritjeve, nëse s'po muj me kriju parlamentin ton të të mëdhejve, ja ku e kemi parlamentin më të ndritur të fëmijëve tanë. Falenderojmë shumë Agonita Sugojeva, Agonita Herë që e gjeni në fushë Kosovë, e cila është për kujdes për neve sonte. Edhe këndë të falenderojmë. Agonita Sugojeva fushë Kosovë, po ja, një pjesë madhe fushë Kosovë si kemi këtu. E kemi këtu sonte. Edhe pa humbur kohë, do t'i ftojmë ato që për çdo javë na sjellin gaz në shtëpi tona, me krejt kreativitetin e tyre artistik. Janë 2 motra, që na kemi fillu me i qujtë Doda. Zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! Qka ki aty mirë mrama, Dada Hyr, qka ki? Qysh jemi ke e mirë, nem qysh je mirë. Po qka ki këto? Kusht ka puth moj aty? Jo tyve po të urru jom pre. I ka i zhile pasë në në me qkyrën. Qysh me të urru. Ta sa malëshën mjekër na i kosh pjallëshë i vetit e urruva. Dhe porruna. Urruva u preva. O, s'di qatë kofti, ha. Hande. E mura shpin me fshi. Ha. General, papi, hi. Kora i huti jam vysh më qërke. Po. Është ha që i ki hapë sytë si hët.
Ha, Po kish, po. heu, ula, e lëft e të sëft. Aja pet këqyrke. E tjafës, zemër apo të quhet? Normal. Tash qu prozina ka i A mu burë jam, po më tha, zemër tha, po më do këtë qikove të fundit ta e trash pak. Ta është zemër kove të fundit, po më do këtë ka mërzit edhe ty jeta pak. Ajo mu burë po më thët. Zemër ta peloj na duhonin. Është pse? Ta bëna me të ma shumë pare. Po, Ta shani pelojna dhe birat s'po pina ma. po. Kora ja me qa bëna vinë thatën ato pare. Qere veç me të kalzu, diçka mi ju kalzu krejtve. Mosha ideale për martes o 70-75 vjetë. Qysh është? Qashtu mirë se aj nuk nin, ajo me nëziflet. Bash valla. Nga, atë na që dolem. Po? Po këthena në shpe pe qeli derën. Ha. Kitë shpia qira. Romantik, o zot. Thash roj zamër se pas na diqje që ka që romantik të dua shumë. Pa qarë lesh romantike, tha unë alë ryma, tha e keter. A une të në kohën vetit të javu një pytje. A thu ku me qaj apetit i jemi i fminis, që kur dil ke nona thirke, hajde me hongër buk, unë e piskal qa, zdu, smoj, dje kom hongër. Pa më nga, ta sqarojmë një sen. Fal. Nuk egzistojnë femna trosha. Po? Egzistojnë veç femna që nuk e kanë gjatësin e duhur për peshën që e kanë. Pra ndaj nga e zemrën ka të shkën ajo. Une ngova, shkova mas zemrës, direkt në market me ble me hongër. A unë e mu të raja në të kalzu të qka. Ha, Shumë kam qef bre, ama shumë. Une, ju burë jam. Po une me kon abnormal e pasën e ditë. shi, Po, po anin gjysë rrugës je. pse? Njëherë për njëherë veç je abnormal. Ati normal po do të ditë, ja? Qëre, rëdë ditë të bohen 6 muaj që i ki pagu fitnessin. Po, Halo as një rezultat. Kështu që shumë ma mirë i shkon më qu ti, personalisht më shku atje me këqy qa problemi. qa të mire ki se kur të këshëshën kam investu. Jo po, Veç halësisht, investimi ma i mirë o qokolada. qysh ashtë? Qashtu mire, blen 300 gram, i fiton 2 kila. Hajgore po pëda? Ajgare pak e i e Po, vërte, po, veç hajgorja nuk është gjysa e vërtetës. Po? Po, është e vërteta e thënje në stil. Nga e kopa e lezova horoskopin për qëtë muj. Qa tha? Dhe i ke qëtë muj ki me fitu. Bëllmirë pas ka thonë. Po, më kish haru aty me cikë që kom i fitu 2 kila në peshore. Po dhe? Po, nga. Ha, Kom shu që për qefit të zemrës, Ha. po du me thonë diçka. Unë po du me thonë, ja ta du sa të tu. Ha. Unë e personal në. ha, Mës e lejo vetën me të kontrolu 3 gjona. ha. Njerëzit, paret edhe e shkuara. Bravo, sa mi frosër hajdore. Bravo, pasha zotin të kom shoqe e dëst e mikesh e të natë mirat. Dhe di? Po edhe unë e kom me ta thonë një sen. He. Miqësia e vërtet përbëhet prej 3 gjanave. Prej zemrës, arsyes edhe ndërgjegjes. Notën, notën. E jemi një
rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu bashkë në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur. Në vendin ku vinë e flasin njerëz të mirë, njerëz që janë protagonistë të kohrave të ndryshme, njerëz që janë autorë dhe kreatorë të veprave të mëdha në nivel kombëtar e idealist. Një i tillë vjen sonte. Ngjarje e një jetë e një rrëfim tepër i veçantë. Zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Riza Gjakli. Eri, mirë se erdhe. Mirë se gjete. Si e burri dheut? Mirë, shëndosh, rahat. Familja mirë, vetë mirë. Gjithë mirë, po. Shëqërë zot, Shëqër bëfë. që ke shpetu gjallë e përjeton lirin në Kosovë. Se kohra e periudha e jetë të vështirë. Po, fillimisht mirë se erdhe. Falënderit shumë, mirë se gjeta, falënderit për ftesën. Jam i lumtur që një pjesë të jetës time atje brenda grilave do të ndaj me ty sonte dhe me shikues të televizionit në Steni. Edhe jetën tonë se të kemi personazh. Falënderit. Kemi personazh, një rrëfim i bukur. Një rrëfim idealisti i cili është shumë i rëndësishëm për brezat që vinë, një tregim se si duhet të duhet atë dheu. Falënderit shumë. Falënderit shumë, falënderit shumë. Në stator vitit 1987, në ish Jugoslavi, e në Serbi, u nisën një ditë në shërbimin ushtarak. Ishe i ri? Në shërbim ushtarak shkova. Ma dërguan ftesën, mandej kemi qenë edhe të obliguar të shkojmë, sepse edhe ashtu pos shkojët Burgosën. Po, E po edhe nëse shkon tani të Burgosin prapë, kështu ka qenë jetra. E ajo i ndodhi dikujt. Po, në mars të vitit 87 kam shkuar, kurse pas ushtrimeve që e kemi kryer atëherë në ushtrinë jugoslave, më transferuan fillimisht kam qenë në Kërqov, mandej në Zaječar dhe përfundimisht në Paraqin. Në Paraqin më transferuan në Kahmesi i Qershorit të vitit 87 dhe aty kur shkova në atë kazerm gjeta një 6-7 shqiptar dhe protagonisti për të cilin do të bisedojmë sot Aziz Kelmendi. Atë botë nuk ishte aty, kishte qenë në Prizren, në pushim vjetor si kanë qenë, por ai pas një javë 10 ditë edhe erdhë në këtë për ndërlidhë, sepse me Azizin më ka rastis të jem së bashku 2 muaj e gjysmë, jo më shumë. Veç 2 muaj e gjysmë. Veç 2 muaj me gjysmë, po. Bëhet fjalë tani ma për dëshmorin e kombit, Aziz Kelmendin, që e duar përpasën. Falënderit shumë. Ajo ngjarje ka trondit mbar shqiptarin, kudo që kanë qenë, në gjithë globin toksor. Ajo ngjarje për të cilën do të flasim ka trondit edhe Jugoslavinë sigurisht. Ndoshta ka qenë një moment edhe një pretekst i atyre që të burgosin sa më shumë shqiptarë, torturojnë e kështu, po do të flasim në vazhdim. Po bëhet fjalë për një ngjarje që në një natë një grup ushtarësh shqiptar do të fillojnë, si të themi, kalvarin e tyre jetësor në raport me një Jugoslavi terroriste, me një Serbi terroriste, me edhe krejt pa faj. Pavarësisht që veprimi i heroik i Aziz Kelmendit ishte në rregull dhe i planifikuar. Njerëzit kanë shumë në mëdyshje në këtë drejtim, po sonte do të flasim bashkë pikërisht për këtë gjë. Njohja me Azizin ndodhi kur ai u kthy prej pushimit. Po. Domethënë shkova Kahmesi Qershorit atje, ai ka 27 apo 8 qershori u kthye nga pushimi, por fillimisht me shqiptarin e parë, të cilin e parë ka qenë Afrim Mehmeti, Abdul Gjemil Alimani dhe këta të tjerë. Dhe ata më thanë që është edhe një shqiptar tjetër i cili është në shtëpi, por do të vjen. Erdhi Azizi ka fundi i Qershorit dhe ai ka qenë në atë njësin ku së bashku me Afrimin jetnin në roje të një depo municioni. Atje rrini një javë, mande një javë vini në kazerën, ndërroheshin ushtarët ashtu ka qenë ai farë rregulli
ushtarak i armatës Jugoslave atëherë, kurse unë kam qenë tërë kohën në kazermë aty, sepse kam qenë vozitës i ushqimit. Do më thonë, unë thuja se edhe kur ishin atje, edhe kur ishin këtu, i sheha çdo ditë. Edhe atje ja u qoj ushqimin edhe këtu. Edhe këndej, po. Edhe kemi pos kontakte të shpeshta kemi posër. Të drejtën me ta thënë kur për herë të parë u pash kështu në dukje, ka qenë jo dhe shumë i gjatë me trup, ashtu mesatar, njëri i tërhequr, më vonë e kuptova që ka qenë shumë i lexuar për moshën të cilën e kishte atë botë, sepse Azizi pasi përfundoi vitin e parë të fakultetit juridik, e dërguar në shërbim ushtarak, edhe më vonë mandej kemi marrur vesh që ka qenë student i 10-ave. Student i shkëlqyshëm. Po, shkëlqyshëm ka qenë. Edhe pasion, themi në farforme, ishte i tij që të flet për historinë. Historinë e popullit shqiptar sidomos, dhe fliste se si serbët, përkatësisht slavët që nga mesjeta kur janë ardhur në Ballkan, dhe të gjitha të zeza, minzyrat të cilat i kanë për popullit shqiptar, ato e preokuponin shumë. E preokuponin shumë. Këto biseda i bëshi pak konfidenciale, a? I bënë, të drejtën me të thënë, ajo ka qenë i kazermë e vogël, ku kanë qenë gjithsej 60 ushtarë, prej tyre kemi qenë 7-8 shqiptarë, dhe një farforme ne fituam besimin e ndërsjell ndër veti dhe bisedonim ashtu. Kemi biseduar për atë që e preokupon një njeri, një shqiptar në përgjithësi. Ka qenë ndoshta jo në Paraqin, po në vende tjera kur kanë qenë, ka pasur edhe të tillë, por ata janë njohur më një herë dhe në prezencën e tyre mandej këtu biseda, edhe pse kanë qenë shumë normale, është dashur të ruhesh, sepse ata të sigurimit e kanë quajtur KOSK, sigurimi kundër informativ Jugoslav, të merrin në biseda informative me njëherë, pse bëni kësi biseda, pse rrini ju bashkë. Kontra obavështajna sluzhba. Ashtu ka qenë, jo. Edhe absolutisht kanë pyet, se na kanë pyetur tani, unë kam qenë në Novo Mesto ushtarë, kemi qenë shumë shqiptar. Në momentet që kemi nejt bashkë edhe kemi bisedu, me patjetër dikush u marr në pyetje. Ashtu. Edhe kështu ndodhte edhe me juve? Ndodhte, por të drejtën me ta thënë, Azizi dhe Afrimi ishin në fund të shërbimit ushtarak, unë isha ka gjysmë ashtu, edhe i krynin obligimet e tyre të cilat i kishin brenda ditës që do të kryhen, o roja, o pastrimi, o që kanë bërë detyrat ushtarake që ishin. Mandej nga ora 3 kur oficerët shkonin në shtëpi, kemi qenë më të lirë, dhe më thonë, të gjitha këtu biseda e më bërë, pasi oficerët kanë shkuar në shtëpi, gjatë darkës ose pas darkës, kur shkonim në sallën e televizorit për me këshyr lajmet, duhej me do mos shikohen, po, edhe ashtu, ka qenë një kohë kur, sinqerisht, ajo më pastaj që erdhi ka qenë keqe dhe rënde vështirë, por kohat të cilin e kemi kaluar aty si 20 vjeçar atë botë. 20 vjeçar ishe? 20 vjeçar, po. E këta ishin më të ri? Më të ri. Azizi ka qenë një 8 ditë pas meje, Abdul Gjemil Alimani ka qenë 1 vjet pas meje, kurse Afrim Mehmeti 1 vjet e gjysmë pas meje. Dhe me thonë kemi qenë 19, 20 vjeçar, 20 vjeç e gjysmë. 18 e gjysmë. Ashtë, po, kemi qenë të gjithë. Dhe me thonë Afrimi kur e ka përfundu shërbimin ushtarak i ka pas plot 19 vjet. Edhe se ka lënë uniformën, zhveshur në rroba civile, e kanë morë dhe kanë burgosur. E kanë arrestuar. Tani, Azizi fliste për këtë, po në i paralajmërim që do ta bëjnë ndonjë akt, do më thonë, do të bëjnë një lloj hakmarrje në diçka, nuk u tha? Dëgjone, nuk di tash ja, ndoshta 3 ditë, 5, 1 javë, nuk di tash, nuk mund ta di saktë. Mos kanë kaluar shumë vite. Po, ai na pa të thënë ashtu bashk, o burra, kjo Serbi gjatë gjithë ekzistencës saj këtu në Ballkan, neve gjithë na ka vrarë, na ka prerë, na ka torturuar, na ka dëbuar. Ne
e kemi mundësin ideale që t'i hakmeremi. Bile përdori do fjallë pak më banale, më dëvrashda, edhe mbetëm ashtu. Unë bile mora fjallën të shrazit, kam betër edhe një 10 ditë një javë, apo sa të kam betë kërye ushtrinë edhe si gjithë të tjerët. Mbet me aqë, të drejtën e të thënë, ajo që ka tha, unë pëlqej, po të një dhe njiheshim shumë pak edhe se kishe besimin, por me 3 shtator në mes... Po dhe Riza jemi njerës, ta themi të vërtetën, ne jemi rujtë shumë, dhe si duket në ndërdija kemi pas që na në një moment do të bëjmë atë që ka duhet për atë dheun, po nështë ta s'ka ardha akoma, po të jemi më shumë, po kështu, dhe më thani kemi pas të më dyshje të gjithë. Edhe më vonë, fillimisht, dhe më thonë sa ishte Jugoslavia e madhe, them atër, edhe kemi pasur të deleguarit tanë shqiptarë, të cilët kanë qenë për gjitha nivellet institucioneve, qoftë atyre krahinore, republikane, federative dhe gjithë, por gjithmonë ata të zgjedhurit tanë një farforme, unë edhe sot mendoj, po dhe atëherë nuk kanë qenë të zgjedhurit e popull, po kanë qenë të zgjedhurit e politikës, jo nëse komiteti i ka caktuar. I ka caktuar, andaj. Tani çka është më e keqe, sepse se u ndërlidha këtë, kemi menduar gjithmonë ndoshta s'është koha. Po të mos ishin do djemtrima, si Azizi, e do tjerë para Azizit, e do të tjerë pas Azizit, ndoshta po të pritej kështu gjatë, edhe politika e cila u bë, kur u thy muri Berlinit dhe u bë shteti pluralist, dhe politikat fatkeqësisht edhe tjerat, gjithmonë kërkonin të presim, të dërojmë, po duke pritur zbota asgjë, po fol atyre trimave, dolën, e morën malin, erdh liria, edhe kjo ka qenë se na em në burg kur dilte ndonjë shok, thash, dhe më thonë, 87, sepse atje kam takuar shok që nga 80-a, kur ka rënë burg, deri 98, 99. Kur ke shku në burg? Kur kam shkuar, po. Kur e përshëndetnim një shok që u lirua nga burgu, e kreu burgun, edhe i thonim gjithnjë, po del nga një burg i madh në një burg të vogël. Po del nga një burg i vogël në një burg të madh. Po, më falë, ashtu ishte, po del nga një burg i vogël në burg të madh. Ashtu ka qenë, e unë tani po ta fatin që dola nga një burg i vogël në liri dola. Në lirinë e Kosovës, a? E sa modest më burgi, 14 vjetë burg, një djali ri, edhe po ta fatin dola në liri. Po kthehemi të nata ku fillon edhe kalvari juaj. Ka qenë 3 shtator, apo? 3 shtator. 1987. Po. Aziz Kelmendi e bën aktin heroik, absolutisht, e merë kallashin edhe... Po, dua ta shpjega ishtu në pikat shkurtra. Ka qenë, i kanë thënë ata, po zharni, dhe më thonë, roje ku ruan pa armatim, ruan koridore. Edhe në koridore kanë qenë të renditura në pushkët automatike ose gjysmë automatike të qetave të cilat kanë qenë. Do më thonë pushkët, jo, si që e dine e keni kryer shërbimin ushtarak Jugoslav, ato kanë qëndruar në koridor, por jo dhe municioni. Edhe Azizi ka qenë kujdestar prej orës 12 deri në orën 5 të mëngjesit. Edhe e merë një Kalashnikov, do më thonë kallashin e merë, në ark e metalt që ka qenë e mbyllur me dry dhe me dyll, me një toj ashtu, ajo ka qenë që oficeri kujdestar ta mbyll që oficeri tjetër ta gjej që nuk është prekur se kanë qenë dokumenta sekrete të cilat ushtria i kanë pas. Por aty Azizi ka ditur që janë edhe 10 plumba të Kalashnikov, në më thonë, plumba kanë qenë të njëjtë si pushkës gjysmë automatike, si kur të automatikës kanë qenë të njëjtë, edhe Azizi e merët arkën, se kanë qenë të letë ato ku i rendit një robat, e qetë në teras atje, e the dryrin pak me dhunë, i merët 10 plumba, dhe shkon të vend i rojës, të zëvend si rojës atje, ja fut kallashin, fytë të thotë më jep 2 karikatorë. Aty ka qëlluar një Rizo Alibashić, një bosnjak nga Bosnia, edhe ai nga Afrika që do ta vret,
ja ka dhënë. Ja ka dhënë. Po, i thot, nëse më jet, nuk të vras. Edhe e ka marrë me veti deri ka ardhë, i ka thënë iktasht, edhe Azizi ka shtën në 2 dhomat të gjumit. A në të dyat? 2 dhomat të gjumit Edhe andej. Në dhomën e parë e ka vrarë Sërgjan Simic nga Beogradi, në të njëjtin dhomë e ka vrarë edhe Goran Begic, një kroat nga Zagrebi, Safet Dudakovicin nga Bosnia. Kurse në dhomën ku kam qenë edhe unë, është vrarë një Hazim Gjananovic. Kurse të blagosur kanë qenë 6 apo 7. Do më thonë nga plagët është fjala, nga plagët e plumbit. Veç e ka ditë pjeti, nuk ka gjuna. Vendin është interesant, vendin kanë qenë për shembull Pajaziti edhe Shefqet Paqarizi, dhe vendi ku kam qenë unë dhe një Islam Mahmuti, dhe me thonë një 2 metra nga aty nuk ka shtën fare, se i ka ndarë afallet. I ka ndarë afallet dhe nuk është shtën atje heq. Kurse Afrimi ka qenë me të njëjtën qetë me te, edhe s'ka shtën në dhomën e tij. Kurse Abdul Gjemil Alimoni dhe Enver Behluli atë natë kanë qenë në roje. Në me thonë, në dhomat e kazermës kemi qenë unë, Shefqet Paqarizi, Pajazit Aliu dhe një Islam Mahmuti nga Gjakova ka qenë, Rom ka qenë. Tash ka dalë për aty? Edhe del nga aty, qysh kanë thënë mandej, një 700-800 metra larg kazermës, një vend pak i malor, po kanë qenë ndrunjë jo të mëdhaj, edhe është gjetur i vdekur në mëngjes në ora 9, një plag dhe një plak që kanë pas shtëpina të afër, e kanë gjetë të shtrirë, kallashin mbi gjokës është që ka pas, me një plumë e ka pasur në mjekër, edhe unë jam i bindur që Azizi nuk ka dashur t'ju bi në dorë i gjallë, sepse i ka ditur se çka mund të bëjnë ata me tortura, me dhunë, sepse Azizi, para se të shkojë shtorë, ka qenë një herë i denuar 15 ditë në Si i mitur? Si i mitur ka qenë. Është zënë në demonstrata dhe... Ka qenë, si që ka thënë në Nasal, në Azizit më vonë, ju ka thënë, kur e kanë zënë policët, i ka thënë që pëndosht me ikë në Shqipëri. Se Azizi ka jetuar në Prizren, në Arbon. Dhe e kanë zënë ofër zhuri. Ish Dushanova, po. Edhe pse Aziz the ashtu, non ku pos punë me do djem, edhe që mos me ju thënë atyre, se me ju thonë një më konë të këtë, tani ata kërkujnë emrat të tjerve. E kështu që ju thash, pëndosht me ikë Shqipni edhe u kry me mua që mos me... Në realitet në atë periuda dhe Kanikur, po. Rizajtin që kanik plot grupe djemë. Unë shpesh e tregoj, edhe unë me një grupë shoksh kemi bisedu me ikë. Bile kam pas planifiku që nëse më pyesin ku donë me jetu në Vlorë. Sot kam fatin e mirë, jam qytetar i Vlorës me pasaport të Shqipërisë ma. Të lumë. Mi dëshire kam realizu. Po vazhdojmë tregimin. Ta them, ndoshta kem ko që ta dua ta ilustrojmë me një rast familjes time, si që diti, familja jo një pjesë e modhe që nga 1928 kanë jetuar në Fier. Në Fier. Po një pjesë na ka mbetur këndej dhe në vitin 85 babaj im, jo në 82, se në 85 së vdesaj. Në vitin 82 i thëtë miku ti më të ngushtët me mujtë me shku një herë në Shqipni, e mi po, ata kush e re. Atë familje. Njënë në shpi e shes, në njënë në shpi a fol dikujt. Kështu të gjithë thuja se ne që kemi qenë këndej dhe kemi qenë pro Shqipëris, e kemi ndruar, e kemi dashur, po kanë qenë edhe do tjerë që kanë qenë të orientuar tjetër kaqës, edhe sot ndoshta s'kan shku hala. Mërri, sa mi herë kam putha tokë, a dënë që shpesh ndodhë dhe tani kur hyj, filloj me njerë me këndumet, këthejemi të mbrëmja ku fillon kalvari juaj. Kur ju arrestun juve pastaj? Ndodhi rasti, u bë katrahur ashtu, u bë, ja filluan të qanin, bërtisnin ushtarët, pas një 20 minuta gjysmore erdhë oficeri kudestar, tani mas një orë me gjys erdhën nga Nishi, nga Zajeçari, besa qytetet tjera, unë bush kazerma plot polic, ushtarak dhe oficer. Neve në mbyllën në përdo dhoma, me në herët mëngjesin asaj
dite të themi mëngjesi, ka ora 10-11, filluan të na merrnin, jo në pyetje, po biseda informative, fillimisht na pyesnin çka kemi parë, si ka qenë, ku ki qenë, e gjëra të tilla. Edhe kjo do me thonë ka qenë 3 shtatori, unë atë mëngjes më thirrën shkum e morëm ushqimin, se ushqimin e kemi marrë në Çupri. Çupria dhe Paraçini janë një qytete të vogla që kanë ndërmjet 7 kilometra njëra me tjetrën. Edhe pas asaj më kur mi morën qelcat dhe nuk më lejuan mas të vozis kamionetën për ushqim. Dhe që nga 3 shtatori deri me 19 shtator kemi pas intervista apo hetime të pandërprera. Mund ndodh ka 5 orë, 6 orë, të mirë të në ora 11 natës, të këthen të në ora 5 mëngjesit, të mirë të në ora 7, ashtu. Dhe me 19 shtator më burgosën. Erdha e oficerit të cilit, bile oficerin e shërbimit kundër informativ e kom pas një Ante Kojungjic, nën kolonel, i cili ka qenë krah. Edhe i shkreti veç para një vjetë e kish vdekë, se deri tash gjallë kish qenë. Kish jetuar 92 vjetë ai Kojungjic Ante. Edhe, kur na burgosën, do me thonë paraprakisht i kishim burgosur Afrim Mehmetin dhe Pajazit Aliun, sepse ata e kam patur me 13 apo 14 shtator të lirohen nga shërbimi ushtarak, janë liruar dhe me njëherë burgosën. Mandej na burgosën edhe neve, na dërguan në burgun ushtarak të Nishit dhe aty kemi qenë deri në mars të vitit 88. Mirë, tash fillon ajo hetuesia rangë. Hetuesia ka qenë dëgjëm. E shoqëruar me dhunë, sigurisht. Po si. Ditën e parë na çun mua ka ora 10 mbrëmje, se ka ora 4 pas dite më burgosën. Mi vënun prangat edhe më çun te gjykatësi hetus, një kapiten ka qenë edhe më mori në pyetje një 5 ora 6, nuk e di sa, edhe më futën aty, unë futën me një dush, ashtu kishin se mu la, ja filluan me një herë, duket larë, duket mshuar me shufra, gomës, edhe unë futën me një qeli aty, të drejtë me thonë asë roba së më dhanë asë asgjë, po, me një qarshaf edhe me një batani, edhe në mëngjes më ndej mi sollën do roba ushtarake, po të vjetra tash, të vjetra, si i burgosër, dhe fillova tash jetën e burgut. Më ndej, atë dit, erdhen, na i sollën mëngjesin në pyetje, por kjo hetimet kanë zgjatur, them, 6 muaj të plota. 6 muaj të plota. Mandej edhe pse ju nuk e pranoni, që s'kishi qa me pranu? Nuk, disa e pranonin nga dhuna, nga gjitha, edhe ishin të detyruar të pranonin, sepse ishin vetëm 20 vjeqar. Ishim ne gjithashtu. Edhe ata tani kërkonin që unë të pranoj atë që ka po më akuzojnë kinse shokët. Po, thësha nuk është kjo e vërtet, ajo nuk është e vërtet. Ju të regoja që kemi biseduar për Kosovën, kemi biseduar se jem duke jetuar kështu keqe, kështu keqe, po nuk jemi organizuar që të ndihmojmë Azizit për t'i vrarë ushtara. Fillimisht në akuzuan për veprimtari armisore, 136 me 114 nene ka qenë, por pas një muaji na ndrun akt akuzën, dhe neve në akuzonin për vrasje nga ndjenjat armiqësore kundër Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, që me atë ligj nene minimal ka qenë, dënimi minimal ka qenë 10, maksimal ka qenë pushkatim. Pushkatim. Po, pushkatim ka qenë. Kush i shpëtoi nga pushkatimi? Mosha. Ka qenë një aline në nene 122, atë kohë, që thotë që i akuzuari, ose i pandehuri, nëse në periudhën e kryerjes së veprës penale ka qenë nën moshë 23 vjeçare, dënimi i zaventohet me burg. Do të thonë nuk pushkatohet. E neve na ka shpëtuar, sidomos mua dhe Abdul Xhemel Alimani, sepse unë kam qenë i akuzuar i parë aty në listë, na ka shpëtuar mosha. I akuzuar i parë, se bënin me radhitje. E bënin me radhitje fillimisht tash muajin e parë isha i 5 i akuzuar. Por kur erdhen të dhonat nga sekretariati punët brendshme të Ferizajt, dhonat e mia familjare, që tek
mua më renditën të Penalizoj ke e kaluara e familjes, kundër po, Jugosllavisë, kundër Serbisë edhe të gjithën të parën organizatorë. Edhe pse s'kisha unë asgjë, po megjithatë, po them, në shtëpinë time është folë për burg, në shtëpinë time është folë për Shqipëri. Për lirin, për... Ato gjëra i disha unë edhe e kom pas ndoshta pak më lehtë se shokët e tjerë. Fillimisht nuk kam besuar se thësha këta ushtria i din gjërat, po janë tu provuar me. Provu çka bëjnë. Por kur na i lexuan këtë akuzën, e kom pas një avokat nga Gjilane, Is Mustafa, dhe na lejuan pasi përfunduan gjitha hetimet, kemi edhe avokat shqiptar, pasi u kryen ato gjitha. Edhe para se të na i lexon akt vendimin gjykatësi, ka qenë nivel Komiliç, kolonel, erdh Isa ofër të rridh, mbahu i fort, është e mundur me ta dhënë edhe dënimin me vdekje, sepse është bërë buj e madhe kundër jush në tërë Jugosllavinë. Po kërkojnë koka. Edhe të drejtë me ta thënë, tash filloj me na lexu emrat, mu duhet parin më lexonte. Nuk më lexoi të parin mua. Më lexoi të dytit, thash pas kanë lënë për pushkatim, sigurisht në fund, vërtet. Po kur më tha 15 veç komunë, mirë është. Edhe pse isha i pafajshëm, u gëzova sepse kanjëherë njeriu kur e sheh situatën si është, duhesh t'i gëzohesh të keqës më të vogël se sa. A i thashtë vetës ndonjë natë, që ndodhi kështu, se vërtet se kam bërë, nuk kam bërë, si dal për kësaj situate? I kam thënë. Ose kur të ka pyet ndonjëri që tu ka dukt më i arsyeshëm? S'm ka pyet asnjëri, sepse aty kemi qenë vetëm qeli kemi qenë. Domethënë s'kem pas burgosër të tjerë. Kemi qenë me qelia veç vet ne të rastit paraqinit. Domethënë s'kemi pas kontakt me asken. Unë për shembull s'kam pas një 14 muaj kontakt me fytyra tjera përpos gardianëve, hetuzëve, edhe mas 4 muajve familjarëve që na i lejonin ka 5 minuta vizitat në pas. Mas 4 muajve familjarët. Kur na transferuan në burgun e Beogradit dhe u krye edhe shkalla e dytë e gjyqit, mandej na lejuan të kemë në dhoma edhe të burgosër të tjerë. Po shkalla e dytë juve ja u bën 20 vjet? Shkalla e dytë ma ngriti dënimin, ma bëri 20 vjet, nga 15-20 vjet. Po. Edhe mandej, unë edhe Abdul Gjemil Alimoni, sepse edhe ati janë ngritën 20, ne kemi pas të drejta ankomi edhe në shkallën e tretë, shkallën federative. Shkalla treti vërtetoj dhe në nëntor të 88-ës më transferuan në burgun e Pozharevcit. Në burg Pozharevcit mandej, kur shkova atje, të drejtë me ta thënë, më izoluan me njëherë dhe të nesër më mëngjes nga dritaraja po dëgjoj zëra shqip. Më do kësu kërë erdhe në shtëpi, se s'kisha dëgjuar zëra. Kam hypë në dritare dhe i kam parë shokët kanë qenë 12-13 duke shetitur në rreth ashtu njëri pas tjetrit, duart në shpinë, kokën ullur, duke shetitur po edhe duke folur dal nga dal njëri me tjetrin. Hypa ndritare dhe i përshëndeta. Si ju tregova kush jam, e ditën ata me njëherë. Po, kujtohet i pari ka qenë Sami Kurteshi, mandej ka qenë Ezir Myrta aty, ka qenë Azmi Hoxha, Bajrush Gjemali, Shemsi Veseli, Bajrush Behrame, Avdi Gjata, Adem Grabovci, ka qenë në Smajl Haradinaj, Januz Januzaj, ky që ishte nënkryetari i kushtetutës i Prizrenit, Kryeziu. Qerem Kryeziu? Jo e Qeremi, jo. E Qeremi ka qenë kryetari, po... Kadriu. Profesori, Kadri Kryeziu. Kadri Kryeziu e plot të tjerë, dhe më thonë, Bocin Smajl e përmena, Smajl Haradinaj, po të tjerë shtu. Në më thonë, kemi qenë, kur kam shkuar në 88 në burg të Pozharevcit, po ka qenë edhe grupi bombashave të Prishtines me Rifat Kafexhollën. Rifat Kafexhollën, i ke njoftë, grupi bombashave. Ata kanë bërë aksione guerile. Guerile, po. Ata kanë qenë, të vetmit ata kanë qenë të dënuar për terrorizëm atë kohë. Po. Edhe kemi qenë një 60-70 burgosër shqiptar politik aty. Kur i takove për herë parë këta?
ma vonë se isha në izolim një herë. Në izolim një herë. Në izolim isha, tani kur dola nga izolimi, kom dollë nga izolimi në 90, në maj të 90, dhe më thonë nga shtatori 87 deri në maj të 90-ës, kam qenë në izolime, herë në time, herë andej, tani erdhë Kryqi i Kusht ndërkombëtar për herë të parë me na vizituar, edhe aty tani jemi parë edhe fizikisht, ne kemi biseduar nëpërmjet dritareve, nëse ata ishin shititje, ne bisedonim, por jo të prekemi, të përqafomit, për dore. Ishin të informuar ata për punën tuaj, e dinin për çfarë bëhet fjalë? Si ju tregova emrin e ditën ata, ne kam pas, në atë kohë, burgu na jepte rilindjen ose novostin, ose parapaguheshim ne, vetë. Po, për shpijet. Edhe kemi qenë të informuar, se aty në izolime ku kemi qenë, s'ka pasur as radio, as televizion, përkatësisht ka qenë një smadhus të cilin elshënin ata që ka donin. Ata zakonisht elshënin muzik, bile, se Qelia ka qenë e vogël 2 me 4, dhe elshënin aqë zërin e masa që edhe të pengon të në vesh, ashtu, por informoheshen. Tani kur bënëm pak burg, fillu mi mësu skutat edhe me gjithë modele komunikimi. I korruptonim gardianët, ta sjell këtë tranzistor. Kush vizitojnë nga familja për herë të parë? Për herë të parë nëna më ka vizituar. Nana? Po, nëna erdhë, edhe është interesant. Babajnë se kishe humbë të 85. Pa vdek të 85. Erdhë nëna nëpërmjet gerillave, e kishim drejtorin e burgut këtu, unë si burgosur, dhe në këmbë rrinte përkthysje. Një toger ka qenë shqiptar, një burr i mirë, me cilin mandej, masi ku mdol nga burgu, kam kontaktuar me te ato, Tafil Avdiaj. Tafil Avdiaj, mandej ka qenë edhe në luftë të Kroacisë, të Kosovës, në TMK, e kështu. A ka ardhur edhe në luftë Kosovës? Po, edhe në luftë Kosovës. A, se do të atërë të pasë. Ka takimi me nënën e Sejftir. E kishte kretu uranë, sigurisht. Ama gishtin, tha djallja, unë të farë grillet e vogla. Ka qenë nëna ime e fort, e vujtur ka qenë shumë e vujtur ka qenë, po edhe ajo më jepte kurajo, djallë janë dhe ke, mësë mërzit, se s'ka denu zoti, të kanë denu e... Njeri, të ka denu shkau. Shkau të ka denu. Fix. Ashtë, po. Edhe shpesh herë të drejte me të thënë, mendoja ku për e merë gjithat forcë. Tani asaj, aj kalvari mërzis, asaj ju shtua, sepse kur është në burg në 87-ën, 88-ën, më vdeq vllai madh në Amerikë, 31 vjeç, edhe ajo deri në 2001-ën ka ardhur me vizitu në Požarevac, edhe në përburgje të Serbisë, sepse krejt burgun e kam vujt në Serbi, në Kosovë s'kam qenë fare. Deri në vitin 2001. Deri në 2001, po. Tani ajo dola nga burgu edhe thashti kime dalë, kime të pritu në ty, kime martuti. Po. Dola u martova, krejova familjen e i priti, ajo tani në 2008 më vdeqe. A të përjetoj pavarësin? Jo. A jo për pak? Jo, ka vdek me 3 janar. Me 3 janar 2008. Gjyshim me 16 janar. Po, ajo ka lind me 16 janar. Ka lindëna me 16 dhe ka vdek me 3 janar. Po lirinë e Kosovës e përjetoj. Edhe djalin e vetë në Kosovë e ktheu. Dhe kur u ktheve në Kosovë? Në 2001? Me 14 mars 2001 jam liruar nga burgu. Edhe të thash 90-ën, në atë kohë ka qenë kryetari i Jugosllavisë Dobrica Ćosić. Edhe dha amnesti për të burgosurit politik. U hoq 1/4 e denimit. Dhe unë qysh isha 20 vjet i dënuar, mu hoq 1/4 që i bie 5 vjet. 5 vjet. Tasht isha edhe 15 vjet i dënuar. Edhe shokët filluan të dalin, edhe të dalin në 90-ën, me 28 dhe 29 nëntor ka dalë themi gjysme e të burgosërve që ishin, përse ata ishin ka fundi i vujtjes e denimit. Dhe me amnesti dollën me një herë, një pjesë e madhe të tyre dollën. E mandej në vitin 2000 ju bërë trazirat në përburgjet e Serbisë, filluan t'i kallin burgjet, kërkonin amnesti, edhe
kuvendi i Serbisë atëherë, apo është qujtë Jugoslavi, Serbia dhe Malizi, diçka që ashtu qujtë. akoma. Se sa isha Hamburg atje, 3 Jugoslavia u prishën. U prishën. Sa edhe u dha dhe një amnesti, edhe për të burgosërit politik u dha prap 25%. Edhe ajo e mira ka qenë aim se unë i kam bajtur vitet e burgut, por nuk e kam pritur datën e saktuar me dalë. Edhe një mëngjes vjen një gardian të dera aty dhe thot, cili është Riza Gjakli? Thash, unë jam, dil jashtë. Thash, por me ditë ku po shkoj, që ta marrin vesh këta ku po më qojnë, edhe ta di ku, nëse ma ndrojnë burgun ti marrë robet, librat, po. Tha që se do me shku në shtëpi, tha, dil jashtë. Thash, ja për shtëpi jam të pri që 14 vjetë, po, i mora do të gjëra shka i kompost, pjesë ndërmusi ja vlas shokve që ishin që pri atje, dhe me kryshin e kush ndërkombëtar, më kanë sjell deri këtu në Mardar, mandej kanë dalë familjarët, gjithë kanë pritër po gjithë. Dhe erdhën në Kosovë. Dhe erdhën në Kosovë. Mbas 14 vjetëve. Dëgjëm, atë ditë e para, burgu në për burgjet cilat kanë qenë unë, kanë qenë hapësirat larta kështu, do më thënë kanë qenë ka 4 metra këthinat, edhe dyrë të mdhaja për të burgosur, si qenë si kazerma, ato kanë qenë lloj kazermave. Ajo kur dola fillimisht, më dukeshin shtëpit e vogla. Të drejtë me ta thonë edhe nuk disha edhe me hecë, se gjithmonë të mësu me hecën shkurt ashtu, do më thonë. Shkurt me kokullur i... Po, mandej ajo qka pash, unë e dola 21 muaj pas çlirimit Kosovës, do më thonë pas 12 qershorit 99 që i bie 21 muaj pas dola nga burgu, edhe ajo që ka më pengoj mua, ato gërmodhat që kanë qenë, pjesa dërmuse ishin ndërtuar, ishin larguar, dhe kanë qenë fanatik i madhë që ato mos largohen, le të mbesin që gjeneratat e arshme të shohin ato se shka kanë bërë këta. Edhe ne shqiptarët po them për 21 muaj, kurse sot e kanë ndërtuar, dhe pak vende kemi mu pa dhuna, masakra, djegjet, çka i ka bërë Serbia ndaj nesh, sepse sot edhe vajzave të mia kur i tregoj diçka i duket sikur ëndër, zbesojnë, por ndryshe kur ta shohin, e shohin me ndjenjë më shumë. 20 vjeçar dhe u ktheve 34. 34, po. Për 35. Po. U ktheva 34, si dola nga burgu. Ko shumë e gjatë, sa me kryu 4 fakulteta. Dëgjonem, janë do momente në burg që nuk i ndroj me ditët e lirisë. Kanë qenë qaste të mira ku kemi kaluar edhe me shok mirë, mandej unë në burg jam formuar, se në kam qenë fëmi. Unë disa shok të cilët sot janë në vend e kyqe në politikë, ose janë në pension tash, se disa ka qenë Januzaj, bile ka qenë kryetar mener pas luftës i Istokut. Në Istokut, po. Po, unë isha atëhere 21 vjeç kur shkova në Požarevc, ai ishte 28. 28. Edhe kur u pensionu i thash, o Januz, kur të kom njoft ty i ke pas 28. Ai ka dalë në pension tash. Po, një por shumë i mire, njaf. Po, një ko shumë e gjatë ka qenë, por fatlëmësisht me ata shokëm kaluar mirë, dhe tani në burg kam lexuar shumë. E kisha pyetje të radhës. Arritet lexoje? Po. A lexoje literaturë që arrijet ta gjeja aty, apo të sillnin kështu nga shtëpia? Edhe nga shtëpia më sillnin, por biblioteka e burgut Požarevc ka qenë shumë e pasur. Në bibliotekën e burgut Požarevc kam lexuar të gjitha autorët e huaj, të cilët në Kosovë s'kanë qenë përkthyer në S'kanë qenë përkthyer, po. Autorët e mëdhej si kemi pas. Të mëdhej s'kanë qenë. Unë edhe mas si kom dalë nga burgu, tani filloi kjo shtëpia butu se koha ti përkthente disa të cilët tonë për shembull i kisha lexuar. Ka herë. Ka herë i kisha lexuar. Por edhe disa autorë serbe kam lexuar, edhe i lexoja që ti ta di se çka kanë edhe
ata. Aja e mira ka qenë që me shokut kur lexonim diçka, lexonim gjithçka, filozofi, psikologji, romane ndoshta revolucionare që kanë qenë edhe tani komentonim. Një duhet ta them në burgun e Zajçarit, më kanë sjell libra të botuara në shtëpi botuese na infrashë Tiranë. Do të thonë në burg të Zajçarit. I ke gjetë? Nga shtëpia mi kanë sjell. Nga shtëpia ti kanë sjell. Që merrem mi pas lexu jashtë kishin Shtimburg. Edhe patën se aty ka qenë një 8 muaj kam qenë në Zajçar dhe me gardianët kaloj më mirë, i korruptova pagës dhe nuk mi shikonin se çfarë libra ka, çka ka, hiç kur gjë beles, nuk është më rëndësia është të botuar në Prishtinë në Tiranë. Kalon të libri. Po kalon të libri. A kush viziton të më shumë? Nona po se po? Nëna më ka vizituar më shumë ti, motrat, i kam 5 motra. 5 motra, kemi qenë 4 vëllezër, tash jem 2 na kanë. 4 vëllezër e 5 motra. Po. A baba fix. Nam fëmijë. Edhe ata më vizitonin, motrat, vëllezërit, do të thonë Gëzimi dhe Flamuri, se na imi pa të vdek, ata më kanë vizituar më rrallë, se nona dhe frigohet t'i merë. Frigohet t'i merë në për Serbi, dhe ata me njëherë dolen në vitet 90-ta e lëshuan vendin, sepse filluan t'i kërkojnë në shërbim ushtarak, edhe i qiti jashtë nëna, sot jetojnë jashtë, Flamuri ka vdekur, po fëmija ti jetojnë në Norvegji, kurse Gëzimi jetojnë në Hollandë. Në Hollandë. Po një ditë që t'kam taku, kemi u thu bashkë për Zvicër, ku shkove? Isha me nusë në Zvicër dhe shkova të një miku jem. Kam pa që i ke taku edhe njerës e idealit të njëjtë. Është e Krem Jashare, i cili është keq me shëndet. Bacën e Krem. Bacën e Që Krem. e dorë trokasim pafun. Ate kam vizituar me nusën shumë në kredit dhe e pam që me shprej që do të bëj ma mirë, po jo bashkë. Dhe nona të kishtë thonë që ti ke me dalë edhe ka me të martu. Po. A të martoj nona o martove vetë? Ma ka njëllë nona. A ta ka njëllë nona? Ma ka njëllë. Ku e njohën në që të tënde? Familja ime me familjen e Azizit kanë mojtë kontakte. Në vazhdimësi? Në vazhdimësi kanë mojtë kontakte. Sidomos nusja ime tashtë me Lehatja, ajo duke udhëtuar Prizren, Prishtinë studime, tani shpeshere ka vizituar nonën time. Edhe tregon të nona. Vjen një herë edhe unë i kisha edhe një 5 vjetë burg atëherë. I kisha edhe një 5 vjetë burg. Qika jem, a i ke gjetë në ideal. A më dhe, jo në Sabile se kom gjetë. Ani edhe një 5 vjetë mos e gjoj. Edhe një 5 vjetë mos e gjoj. Edhe tani, dëgjëm, kur dole nga burgu, erdhen familja Azizit me një herë dhe të gjithë, të drejtë me të thënë e kam respektuar si motër të shokut. Apo kupton, po tani kontaktet e shpeshta e gjitha ato, lindje dhe dashuria dhe u martuam, filluam të bashkjetojmë, se s'kemi bërë as dasëm as gjë, sepse thuja se familjarët ende i kisha jashtën, kur së një bëjsha bashkë, s'mund bëheshim bashkë, sepse janë në shtetet të ndryshme të botës, edhe sot i kemi 3 vajza, të cilat janë 2 janë më të rritura, edhe kemi edhe një dritën të voglën, që që jetoj mirë. Si kanë emërat vajzat? Është Etleva, Era dhe Drita. Etleva, Era dhe Drita. Po. Bashkë me Melihatën, Eduard Rokasin, i përshëndesim shumë, i përshafojmë prej të. Absolutisht që tash qëndrojnë pranë një shtylle, një idealisti që jeta e solli që t'ja bëj shërbimin më të mirat dheut. Po në ditët e luftës, ku ishe dhe si kalove? Në ditët e luftës kam qenë në Pozharevc. Të drejtë me të thënë, familja ime kushtet ekonomikisht i kishte të mira. Tani u rregulluan sepse vëllezërit motrat jashtë atje, edhe në mënyrë ilegale më dërgonin para. Edhe i korruptoja gardianët. Aq keq ka qenë gjatë, jo vetëm gjatë bombardimeve, po të flasë 98-a dhe 99-a, bëhen do një aksion, vritin do një polis, do një
spion apo diçka tjetër, atje neve me njëherë ndryshon të disponimi i sërbëve atje. Tani, njëherë më sulmuan, jo njëherë, 2 herë më kanë sulmuar bashkë më datë 3 shtatorë. Edhe kjo nuk është rësi. Ja. Nuk është rësi. E rikujtojnë. Po, që ka qenë, do të kanë dashur ndoshta edhe të më likvidojnë, por më ka shpëtuar mua që kanë qenë 20 vjet i dënuar dhe janë friguar të vinë, sepse thonë që ky nuk jo rre, po në therr ose diçka tjetër, edhe ajo më ka shpëtuar në jetë, sepse sinqerisht një njeri i cili është i dënuar 20 vjet, më shumë s'ka çka të dënojnë. Edhe me pas bën ndonjë vepër tjetër, në bashkim veprave, prap ka qenë 20 vjet, sepse ligji atëherë ka qenë ashtu, s'ke mundur, tash ka ndryshuar, tash bën një vepër tjetër, ndoshta edhe mund të plakësh në burg, s'ndel fare, po atëherë me ligjin që ka qenë, me kushtetutën jugoslave, domethënë nuk mund t'i mbash më shumë se 20 vjet burg. E kam qenë në Pozharevc, kanë qenë situata shumë të këqija, bile kur filluan bombardimet, isha i vetmi burgosur politik në Pozharevc, edhe vetë mua nuk u morën me më kthy në Dubrovë. Në Dubrovë që i kanë kthy. Kanë thonë për një, kanë qenë edhe disa burgosur tjerë ordinerë, që kanë qenë burrat mirë edhe ata, po i ka shti hallin burga për vrasja, për punë vete që kanë qenë, shqiptarë të cilë kanë qenë, kemi qenë një 7-8 aty, kemi kaluar shumë mirë, me ta po ka qenë rrezik i madh. Ka qenë rrezik, ndryshoi edhe regjimi më njëherë, regjimi ndryshoi. Tash nuk e dija atë do të likvidojnë, siç ndodhi për shembull me Dubrovën. Por fatlemsisht nuk ndodhi ajo. Shpëtova i gjallë, dola i gjallë. Edhe u ktheva një ditë. Po ktheva në shtëpi. Kur u ktheve, ku i ngranove? Ku e shihje veten apo ku e gjete veten? Dhe gjë, unë e kom pasur si synim edhe e kam menduar që si dal nga burgu do të kry fakultetin. Edhe atë vit u regjistrova në fakultet me njëherë, dhe më thonë e përfundova mandej në tetor 2001-ës, dhe më thonë u regjistrova, se dola në mars, në tetor u regjistrova, në qershor të 2006-ës diplomova. Letërsinë dhe gjuhën. A u bënë student i mirë? Shqipe. Kam qenë i mirë, po kam pas nota nga 6 te 10. S'kam refuzuar. Gjitha i ke pas. I provove të gjitha në... Po, letërsi dhe gjuhë, Letërsi dhe gjuhë, shqipe. E thithje, sigurisht, me shumë dashurit madhe, diçka që... Po, ka qenë. Edhe ishe para pregadit në... Ishe para përgatitur. Nuk kam qenë i keq edhe për juridik, po nuk e di ashtu, së mbinte në mend, atëherë kur ja fillova po mirë. Po të drejtë me të thënë, me nërë mas daljes time nga burgu, përpës njëkohësisht fakultetit, mandej u aktivizova edhe në shoqatën e të burgosërve politik, u zgjodha sekretar, edhe një vjet e gjysmë kemi pas aktivitetet e shumta, e kemi sensibilizuar opinionin, e kemi reaktivizuar degët e shoqatës në përqytete, kemi bërë protesta, debatin televizive me plot edhe ndërkombëtar, duke i bërë trysni që të lirohen pengjet, përkatësisht të kthehen në Kosovë, se pa të mbetur rreth 2018, domethënë kur kanë dalur nga burgu edhe 2000 shqiptar kanë mbetur në përburgjet të Serbisë. Edhe njeriu nuk ndjehet mirë që po lirohesh ti, sepse po mbesin ata atje brenda dhe nuk ju dihet fatit tani tyre se çka po bëhet. Domethënë ja 2 vjet më kanë shkuar kështu, po 4 vjet kam qenë në shoqatë burgosërve politik. Mandej ko pas kohë vinin fëmija, njëra vajzë, tjetra vajzë, me jetën duke marrë. A në jetën politike u ingranova apo s'u ingranova fare? U ingranova, por kam qenë me kryeministrin e sotëm, kam qenë me një qeli me te, dhe a ke qenë bashkë me Albinin? Me një qeli kemi. Në një qeli? Një 6 muaj, me një qeli kemi qenë. Njeriu të fundit e cili ti kam thënë ditën e mirë ka qenë Albini. Sa i mbeti atje akoma? Po mbeti atje. A i lirua në dhjetor të 2001-ës, unë në mars. Edhe kur doli nga burgu, me aktivitetin, ka qenë një organizat Kosova Action Network, rrjeti i aksionit për Kosovën, të cilën e kanë themeluar 3 gratë të huaja, të cilat kanë bërë protesta në vende të ndryshme të Evropës për pengjet shqiptare në përburgjet e Serbisë. Mandej ja kemi filluar të bëjmë aktivitetin na.
Në më thonë Albini, Liburni, Hyseni, Gjelali, plot të tjerë të ri. Pas ke qenë vetëvendosje? Vetëvendosje themelu. Tani e themelu vetëvendosje në 2005-ën, në 2010-ën morëm pjesë për herë të parë në zgjedhje, nuk u zgjodha deputet, dhash dorëheqje dhe sot nga ajo ditë deri sot jam pa parti politike. Pa parti politike. Na ke tregu diçka të bukur që se flitet shumë edhe kemi me shumë kurrështje. Gjatë aty në 6 muajve me Albinin, si e njoh Albinin? Albinin e kom njohur me procesin gjyqësor të tij. Domethënë, kur kanë qenë ky si antari kryesisë Unionit Studentëve atëherë, mjetet e informimit i lexoja. Kishe dëgjuar për te veç? Po kisha dëgjuar edhe atëherë kur ishte 97-ën kisha dëgjuar për te. 97-ën. Unë kisha lexuar, kisha dëgjuar për te. Edhe kur dëgjova që e kanë sjell tash në burgun e Pozharevcit, një gardiani i cili ka qenë dhëndër nga Pozharevci ai, po dhëndër i Lipjanit, që ka pas nusën këtu me një sërbet të Lipjanit. Tani ma edhe e kom pasmush një pako me libra Albinin. Në më thonë kanë qenë 20 libra, 25 libra, edhe e ka që prej një pavionit, të izolimit ku kanë qenë unë, ja ka që Albinit në pavionin e 6. Bile ka pas përmen para një 10 vjete, të të gëzimi jem maj modhin burë ka qenë kur i kom morën një pako me libra prej Rizës që i kom morën. Që ka qenë, se vërtet në burg nuk ke libra, ati shko është libra, su kur sot rinia që i kanë këtë farë telefonin, iPadat, kështu me... Librat kanë qenë për një ajo gjëra ma interesante. Pastaj edhe të rritet pasioni me lexu. E lexon njësë si ushqimi. Oreksi rritet duke ngrënë. Edhe leximi. Duke lexuar rritet oreksi me lexu. Po, në Pozharevce, edhe në Pozharevce jep këtë intervjistën e famshme, Dëgjam, aja nuk ka qenë intervjist, aja ka qenë i rasi... Po e që intervjiste, ke qenë aty? Kam qenë, po kam qenë, unë se kam parë, sepse kam qenë në izolim. A ke qenë izolim? Në izolim, se s'kam qenë atë pavionin aty. Me Albini kemi qenë, me një burë kemi qenë një vjetë, po s'kemi parë, po për mu pojëm, po 6 mujtë e fundi, që kena qenë me një qeli... A me një qeli pastaj? Me qeli ka qenë, ajo një dhomë pak me madhe, ka qenë 5-5, aty kemi qenë së bashkë. Shumë veta. Shumë veta. Çfarë bisedonit më shumë? Albini është shumë universal, është edhe atëherë ka qenë shumë informuar, por është njeri i qasti din në moment me të dhënë përgjigje të shpejta të sakta, por din edhe të rregulloj atmosferë. E rregullon atmosferën, është mirë. Bisedonin për gjithë shka. Bisedonin për kohën sa ka qenë ai në organizimet e studentëve të Unioni Studentëve që ka qenë. Tani paknatësit e ti me liderët të cilët kanë qenë atë kohë, e gjitha, synimet e tia. Dhe gjë, tashti, aty kemi qenë thuja se 24 orë bashkë për shumë shka kemi folë. Kemi folur ndoshta edhe për letërsie, për poezie, për gjithë. Unë kam shkruar nga pak sa isha atje në burg, edhe për gjithë shka, për romane të ndryshme, për gjitha. Për filozofi, për politikë, për... Po. Mas krejtë saj Golgote, një djali ri, 14 vjetë burg të pandërprerë, me shiqur realisht të rrallë kanë qenë ata, bacat dhe me disa, se në më thonë kanë bajt njerëzitan burg shumë, ose ka qenë edhe Mullaram Govori që ka majtë në vazhdimësi e kështu, po të rrallë në vazhdimësi, plus një djalë shumë i ri. Mas krejtë saj Golgote, a je i lumtur për ditët e sotme? Po. Dëgjë, jam i lumtur mas pari me familjen time, se vërtet kam një familje të mirë, një rreth të mirë. Nuk jam i lumtur me situatën politike dhe Kosova që është sot kështu. Sepse me gjithë ata shok të burgut të cilët edhe ata kanë qenë ka 20 vjeç, 23 vjeç, 24 vjeç, kanë qenë studentat të vitit 3, vitit 4, kur kanë rënë në përburgje. Kryesisht shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm kanë qenë të gjithë, po. Edhe të gjitha ato idealet e tyre kanë qenë për diçka tjetër, e jo veç për shto. Njeriu zhgënjehet, por të drejtë me ta thënë Brenaim,
disa njerëz, unë as nuk i shikoj, se nuk janë faktore dhe tani s'pëdu me më bo këtu i thotë, si thotë popli, e ma mirë është disa gjëra, mos mi dëgju fare, që sot duke ardhë, para se të vi këto, emrin s'pja për mene, thot kombi Kosovar, e që ti. Ku bre, aj Serbi ka dashur ashtu, bile në thështe, ju jeni shqiptari, ata janë Albanci. E ky, pa e shti askush, me thonë njëm Kosovar. Nuk e ka ndorë, nuk regullohet. Po pedi që se ka E kemi në gjemë, e kemi fuqin. Fuqia e dashuris për lirin ka më mbi zotru edhe mbi matë keqen të mundshme. Sepse, sa kemi vujt, sa gjak është dherë në këtë vend, sa generate kanë dhonë jetën që të mbrim këtë ditë. Sigurisht nuk jemi të knashur me mjaftueshëm, ndërlidh me një, sa generatat. Në natona, duke vizituar burgjet serbe, përkatësisht neve në për burgjet serbe, kanë thonë një kanem, hemër e bërg flaka dalët, edhe në 2 mitën ju dollën krejt burgjeve të mëdhoja flaka. Ju doli flaka? U kalën vet i kalën. Vet i kalën ata. Vet i kalën ata. Ishte knaqësi që t'kishim musafir. Shumë faleminderit. Na ke thënë gjana të bukura. Edhe unë jam dje bashkëmirë, një bashkëbisedim ka qenë shumë i mirë. Një temë e ndjeshme, unë e kam dash të rëfimin sonte. Faleminderit shumë, kam ardhur nga ti sepse njih me më moti dhe e di kush je, çfarë familje ke, edhe kam ardhur. Faleminderit. Riza Gjakli. Nuk do ta përfundojmë pa e përshëndet edhe një njeri që s'jeton më, që ishte rënja juaj, që ka bërë shumë për shqiptarët e për shqiptarin, e që ju kam taku bashk. Dhe shqyqër që një dit e kini që ju bashkërin, a i dikurin djekur, por që ka bërë shumë në Amerikë, gjithandej, Rejgj Gjaklin, bashkë me zonin e ti, doktoreshën Shpresën, që edhe në momentet e fundit jetës ka bërë diçka e të bukur për Kosovën, për mes të du t'i falenderoj t'i duar të kasa ta, edhe t'i falenderoj që je bo lidhja e fortë për një sjellë në Kosovë në ditët e nevojshme për Kosovën. Kurse ty, zotëri Riza Gjakli, të falenderoj nga zemra që ishi musafir, edhe na ke dhënë një rrëfim nga më të bukurit. Në këtë rrëfim njerëzit do të lexojnë se si duhet më usill ndaj dheut, nuk jesh gënyer as një moment me thonë, çka më gjet mu, pse jam shqiptar, çka më gjet mu, pse jam një djalë kosovar, një djalë i Kosovës, që pretendoj lirin, po mendimin e ke pas aty, momentit ka gjet aty dhe i ka vazhdu furishëm e fuqishëm me plot idealizëm shqiptar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit.
Na e, vallaj në fmi sa me nej, parë një kohë. Pse s'ke në Gjermani? Unë pas me shku për e anullova. Se e anullove? Tash ti shka brella herë që të tejtë se pa mërzit në atje s'përrijet pa shatë. Apo, a? Po tybe. Pse po mërzitës? Po s'përrijet atje, po na, sa pun më bëra hatë kër me bo Çka fare. jetu punu, po ti je piktor, ti je artist, ti je... Këta të zanatës sen s'këshim pas vyheq. Sa pare dhe kom vëllo, krye pikturën, më theke baba, në hangë shbuk, theke ti pishin e vija, në theke hangë shamut me kapuq. Edhe kur, vallaj, një shkenë, që pikturë se këtë të. Jo, a? Ja, krimit, herë po mjef ti pare, herë s'po mjef, ja nej, asi cent kur het. Ja rita në bashkë të jenë Gjermani, po pas në daj ke bëshim, të në hangë goga. Ha? Dikur. Haj, tajt po zoti, për ta që t'ke riskin. Ha? Shka s'kom punu, bre. Po, a? Se, qëre, bargjysh jam kish pas bo be rajshëm, edhe kish pas vrogjin me pare. E thoj pe angëshin nipat, stërnipat. Kur s'na ka hec morë. Jo, E prova anesë, në bëjsha pare, para me do kom morë piktu i qenë që shënë Gjermani, është që shënë Gjermon kam. Po, a? Se daj ke najem. A jo, a? Që tash kom ronë profesion temin. Ha? Tash s'ka të zëjqë. Qashtu, hajt. Që isha qenë për Gjermani se Gjermon ka t'jedin. Martohen një fmi ose heqë. Tash është dollë moda hec po dojnë fmi. Jo. Fmi po dojnë da, po burës po dojnë. Ha? Kosovë se dijon që shto. E ta shkati? Gjermani po, që. Ishtë dollë na e mi faligji, po edhe në Kosovë, po ja bojnë që ashtu vallohë. Jo. Po po shto vish pi morin mash që të jetin në Zvicër, tak si t'ja bani fmi, raus, për jashtë po jetojnë si beg. Tash në Gjermani se di sa je me teknologi. Se jeti me teknologi kjo shlek, po se di sa mervesh. Ishtë dollë na e me bon fmi, me onë të, me realizu shtatë zanin, po flas pak se kjo me gramatik, me onë të injekcionit. Në po kalinë. Dënë me po fmi, po dënë me po zhurat të me të abon langa të kryt, Me të ljo. ku realizoj ke shtatë zania me onë të injekcionit. Po, in vitro, Na po qa? ka e këti të rokit këto. Ja. Më nëjmë, po se Qa ti po jep në kësia? Po ja, ta shkallzoj, një farë turk e kam jaran. Po? Bile desht, ata përshëndes. Po? Qetër përshëndes se kam jaran. Hajrolla abi, cëlla po shkën. Nasë emisionës, jërëdën më, ben naim, lebir belik të im, sana sadigje, selam vër me kistërdik. Qka tha, mëre? E përshëndeta naim se kam jaran. Po, i një kum po. Qoj, pas kem shu do fjalla? Nuk punoj ke turk, ish mu steqet vesh shumë vesh, por e lam, shka o bombre. Ha? Tha ti Kosovës, tash po, tha hajde mas meje. Ish një farë... Një njëra të kështejtje. Por e kom kujtosh që edhe ki kontakt me gropa, jo, atë ishtë takuna me tua, jo. Po po stishë në ordinancën vetë, tha vojë kom shtu, thash Kosova Albana, thash jam në Kosovës. Kur i thash Kosovar, tha bashkë që si po mirë. Race mirë. So fmi, tha e një familjaresht, thash 13, thash gjallë. Bo, edhe dhe i kanë dek lindje, tha ti po mirë. Mi kanë bo analizat, mi morën mosat, tha piko bella koke. Ha? So kushtat, tha një mjero. Na em, thash e në nshkrujt ato. Pe mershe, vish s'kishe drejt me po fmin. Jo, ha? Me dit kun pu, për shemë në cëllin të rritër, për shemë do në mishit Minhen, po ne kum bo krejt Nürnberg. Ha? Po moj mëtë një 2 qili kum shit dhe i tash 2000... Pat moj s'kan melon. Ja, po t'kall zej 2035, aty gjitha Nürnberget është e jamja. Mirë. Edhe moje me shka për tha, mas 10 vjetë kanë mjallu emnin, tha një logjës, kalem baba. Kalem baba. Se për më shojnë tipo, njero... S'ko ke mirë me mente. 200 shite e këmbo. Ka njero në konto me ta qitë, 200 euro. Ka 2 euro në kontrol të abonë. Nja se din të kuna janë, Po? po Bob si a qesin. automatikisht me shtetë. Kalem baba veç ohoho. Jo, valoj, bashkë. Ma pruni zotë me popore të bo. Ku keshtu ka zu? Po mjetë marak na e viq me ditën, soj kam qika sot jem, se kështu s'pa manin fërta dhe. Veç më sarra se qëre, po thujnë është pare e letë, na e veç valoj sfitu e dinori kalaj. Jo, a? Jallone, qëtash... E ki fjallën euro sa ati ale me dinara? Që nja 2-3 muj miri, jallon ka pak për mërzitla. Hajt, kalzojnë veç një E sen. vladi edhe më shumë nëj. E vlodi. Miria, një e ka 2 omës në populatorin, ka një, ka në 200, pa i po kur. Qëra, une e kom ditë që nuk je bash mirë me men, veç që për një me je... Po e që tash kom popore. I trantë nuk e kom ditë.
Vallaj që është po bëjshin parët. Djeve se, kështu, me gjitha të, kalzo që je më lerë shumë i mirë, kështu. Më lërë, me më gjyë, shtu me lyja, a piktur, për dhe me thonë. Piktur. A, po, është ka thaja shura theft, Ha? aja grimera, që pitën Ha? kofe. Që? Kukonon, kalemi tha, ka gëldisht në ka puls, më martu me mu. Në mënë kry, hej. 200 fëmijë midis në Nënbergu. Edhe 200 pritet edhe në vitin ashëm. Aja dhe ke s'ka puls. Haj, kuku për mu. Eshta me vetë miri. Po që ta jo morë, u ktheva, thash pore. qa Më trona. më shuë, një dy javë ditë, Gjermani ta marë. Hajde. Ai, Aja, Kombinim ideal. Zemra ju të Kombinim fatal. fatal. Mirë mroma. O, bën mirë, gjon keq. Ja, ban mirë, gjon mirë. Bën keq, gjon keq. Ban keq. I thash gru, soj gru, ku vendoson të po të nxerri për dork. Anin prot mirë. I qoj unë për pjetë. Ha! Apo të të nga qenë në ty me mzerë në mshëtita. O, bobun e mirë me nova. Oj, gru nalu, shumë me nova me shumë në restorant bio. Hojnë diçka bio, as nuk troshëm as kur gjë. Ha! Pse e trosh për do kënon ty a? Rëzë nuk tiri hitë, tiri bobun tem. A, mirë shumë. Hina te boba dhe sho bob, qa po bën? Mirjam, E vaj. dhe. Bob më sta ka prishna i kush. I kush më prishna? Por? Bob, qka ki? Hajde tash me djolin, po du me qitë një dork. Ja, unë e buk hatë shpia të vish milen porët e dork. O, s'pa ndima, Bob. Ploko është si fmija, kanë thonë, edhe fmija është si ploko. O, Bob, qka ki që po buesh nervëz? Ha? Kur gjo birë qashtja komtare. A, Qashtja komtare dhe është janë institucionet i zgjidhin. Jo birë, po mbrenta se qashtja komtare i arrestun të ata në Prizren Pelegrinet, edhe në Gjakov, hop, ilshun. oficerët servis ata. Po, të bëjnë sigurim shtetëror në Serbi. Ilshun. Thash, o Bob, më së merbe me E politikë. regullojnë ata. Nuk është ta politikja. Kjo është si shqiptar të apo më dhemë shumë, që është ja komtare është në pytje. Po, O, më së merë është me politikë, hajtë kalëzëm ti qka është për politikë. Politika është kur partit shqiptare bashkohen të gjitha në një vend dhe i tregojnë botës dhe Evropës që shqiptarët din të qeverisin pa listën sërbe, pa minoritetet, me kryeministër Kurtin. Shqiptarët din, duan, po s'po dojnë a Bob, s'po dojnë. Ka po thujnë, kulti është me serbë, po thujnë kulti është cernagër. Ky u qupi thët, hajvona jeni ju. Hajvona jeni ju, hajvan je dhe ti. kush unë, ja? Po dhe ti ju në im hajvan. A i ka thu? Po po t'ka zej drejtë dhe ti Jo. je hajvan. A e di pse? Pse jam Se e hajvan? len hajvonin morë në emision. Jo. Po e len. Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Ajo është tepër e talentuar. Është një vajzë e re, e bukuroshe, që na vjen nga një cepjat dheut, sonte për të promovuar dhe kënduar këngën e saj. Për ju, për ne, për të gjithë, Elanda Halili! Hajde, Elanda! Si Elanda? Mirë? E ja, të në mua? Si Elanda? Mirë, Si ja kalon? shumë Në mirë. klasën e? Tretë. Klasën e tretë. Në kuks? Po. Ata që janë shumë të vjetër se ty, e mbajnë mend, ka qenë një këngë e bukur, për mu ka qenë e bukur, po dikur, kur ne s'kemi ardhur dot në Shqipëri, edhe me këto gjëra s'do të shumë t'ju ngarkojmë, po historinë do t'u rrëfejmë, ka qenë e kuksi trio, 20 vjeqare, po ishe ndritje, dhe unë e këndoj gjithmonë kur hynë kufi, nga dashuria për Shqipërinë mëm.
edhe për kuksin e bukur. Sa që bukur është. E rrethon liçeni, i bukur është kuksi. Tani me rrugën e bukur shkojmë në Tirana, në Prishtina, ku të duam, Edhe, më thuj, kur ke fillu të këndosh? Unë kam filluar që 5 vjeqe. Që 5 vjeqe. Kush këndon për i familjes, apo je e para? Jam e para. E para, pse? Mami, babi s'këndojnë? Jo. Vetëm Agja. A vetëm Agja. Si quhet Agja? Menir Halili. Menir Halili, që do të pasim me që këndon. E babi se ka emrin, se... Izmir Halili. E mami? Gjevahira Halili. E pse po thu Gjevahirja nuk i këndon babit në vesh në njëherë në mbrëmje? Se ke bërë këtë, pa ke bërë, a jo? Apo se dja të gjë? Ty të zëgjumi, shtu në... Mirë, Elanda, ke këndu në shkolla, po? A ty ke fillu? Jo, kam filluar, më kanë marrë që 5 vjeqe në Kopësht, në Pallat të Kulturës, më kanë marrë vetë. Të lutëm. Qëfar këndësh të këndu? Kam përkëni këto, po. Ke realizun do një këngë, do një klip deri më sot? Po, unë sot do të këndoj këngën Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. A do bësh si Juliana, një zoj mrekulloshëm, një këngëtare fantastike, që ka marrë pjesë edhe në Eurovision edhe, Po. Po kush janë idhujtu kështu në jetën e përtitshme të muzikës? Emra? Mua faktikisht më pëlqen Elvana Gjata, sepse edhe më përshtaten këngët e saj, edhe më pëlqen nga muzika, sepse si këndon, si e... Do më thënë hip-hop R&B këtu, Edhe në një klip ku këndon ajo dhe ky babastarsi, Geti, ku thot ai Elvana Gjata që të pret si shpata me kom të gjata, veç një gjë kam konstatu në atë klip. Unë kam lujt si statist, mere me men, por 2 gjëra i kam konstatu. Elvana nuk i ka kom të gjata, edhe Naimi nuk është i gjatë. Mirë bukur. Sonte po këndojmë këtë këngë, po këtë këngë do ta këndosh me superpozim. Po. Po kjo e bukura, këtu do ta sprovojmë. Po më të lodhë se këngëtarët kur të flasin, kjo nga përvoja ime, mbaj mend për të ardhmen, sa të flasin më shumë e dëmtojnë zërin. Nuk do të flasin shumë kur e ka ndërmend me fol. Me e këndu. A promovojmë? Elandën sonte? Si një nga këngëtarët që ka këndu ti ke marrë pjesë në këtë gare Talent Show. Nga më të mirat, nga ato 3 të para atje. Nishi, 2shi, 3shi, apo nishi, 2shi, 3shi janë një? Aty janë. A se di? E din ata të tjere që kanë vlerësu. Rëndësi ka që të këndojmë, të shijojmë skenën, e të këndojmë bukur si që këndon ti. Na kemi me t'i dhonë dorë trokitjet e botës. Kemi me a dhonë Elanda Halilit. Faleminderit. Në mënyrë që nesër ta shohim në krejt ekranet e botës si një ylli madh. Faleminderit. Elanda, skena për ty. Të lumë të dora, Gajde Gjio djaliri, sot të erdi ora. Bjeri Gajdes, Gajde Gji, bjeri jo të lumë të dora, Gajde Gjio djaliri, sot të erdi ora. Bjeri Gajdes, Gajde Gji. Në momente promocionale, zënë e zotri do të vinë një zëj talentuar sonte për të promovuar këngën e ti, për ju, për ne, për të gjithë, Gzim Medeci. Hajde,
Gzim, mirë se erdhe. Mirë se i gjeta, faleminderit për ftesën. Po si e Përshëndet buri dhe- gjithë stafin e Odeonit, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit, Një përshëndetje spektakël edhe për jashtëzakonshëm. ty. Faleminderit shumë. Ah, Respekt. Si e Gzim? Mirë, faleminderit. Si po shkon kënga? Po mirë, po ecë, mirë. Kështu ke fillu që herët me këndu, si i ri? Që 9 vite. Që 9 mirë. vite, e? 9 eventualisht, 9 gjysmë qështu. A- Miremi me mramje muzikore, me darës ma ndryshme. E ke grupin? Neja ahëngje, po. Do më thonë, thuj, E e kam kam grup. grupin City, që shtu kombinohemi kur E do. kam grupin, po. E kam grupin që kombinomi, edhe shkojmë në darës ma me ta, cilë t'i përshëndes shumë. Janë Edon Jahiri dhe bendi jam, që i marë regullisht. E po bukur shumë. A ke realizu shumë këngë deri me sot kështu? Si këngë I kem me bo do klipe, live, po edhe me klipe, edhe kryesisht live, live? po kryesisht live, po edhe me klipe kam ca këngë, tash jam i tu i përgatit edhe një 2 balada, A, po bukur shumë. pastaj do vazhdojmë për sezon edhe do këngë tjera. Me kanë bashkëpunon Gzim në... Kryesisht bashkëpunoj me Kresnik Avdiun, tek A me shrusin e Niko, na Niko! Gjithashtu është një tek shru shumë i mrekullueshëm, që tash i ka bo këto 2 baladat e mia, është Arben Beja, cilin e përshëndes shumë. Orkestrimet e këngëve të mia i bën Kresnik Bajrami, Studio Fisin Prishtinë, që Në përshëndesim ato shumë. Po. Me bashkëpunoni me Fisin? Po, me Fisin. Jeni Fisi, në vazhdimsi bashka? Po, Fisin vazhdimsi, krejt projektet e mia dhe tash I Fisi ka ka punu, cilin e realizu. përshëndes shumë, dhe i thëmë jemi mrekullueshëm. Si do ta kemi verën me dasma, me mbrëmje? Mirë, Je i rezervime, kënaqur? po, mirë. Ka rezervime, Ka rezervime E, shumë po, mirë. po. Ahëngjet tona janë mrekullueshme, si të na, që i bona Të ahëngjet, lutem, absolutisht. në gëse që i bona të Në Gzim, sonte po promovojmë një këngë që quhet? A thu ka pranë verë për mu. A thu ka pranë verë për mu. Ndëgjume, është, po. A ka pranë verë për ti? Besoj që po, A po? me emën Zotit veç ka fillu. A ve? E po, bukur shumë. Do ta bësh edhe klip, apo është këngë e dëgjuar edhe do ta Jo, vendosh? është këngë ndëgjume, veç Këngë e do dëgjuar. shtasonte për juve, E të po, bëjë një bukur atmosferë shumë. mrekullueshme në Bukur këtë shumë. spektakël. A e promovojmë? Po, me emën Zotit. Gzim me Deci. Kështu me rroj je prej? Jem pe Orlanit Brainës. Babe babgjëshën Orlan Brainës, kurse vetë kam linë Prishtinë. Orlan? Unë jam i Prishtinës. Ato Orlanit i ne? Po. A pas ka Orlan Brainës, apo është Orlani dhe Brainës? Orlani dhe Braina, janë një 2 vene të ndryshme që janë afër njëna tjetrës. A janë afër njëra tjetrës? Po. Në kufe? Në kufe? Jo, këtu janë ona e Gollakut nej. Po dhe, në mirë, bukur shumë. A promovojmë? Po djeva, po. Na kemi me ta dhënë skenën, duart, Shumë kena faleminderit. mënume me i botu duart trokit, dhe Shumë të faleminderit. dëshiru gjithë të mirat e botës. Shumë faleminderit. Suksese në jetën, në këngën e të Shumë gjitha. faleminderit, ju përshëndes, shumë faleminderit për ftesën. Skena për të. Trojmë bashkë, Gzim këtu. E po, qa më ju thonë edhe juve? Flani mirë, ndroni bukur dhe gjojnë në faqe. Kështu do të jeni, do të jeruj dhe ju bekot. Natën e mirë! Natën mirë, ju pasim javë tjetër.